Unë jam 21 vjeç dhe partneri im është 44 vjeç. Njerëzit nuk mund ta besojnë sa vjeç janë fëmijët e burrit tim. Një grua 21 vjeçare ka treguar se si akuzohet se është një kërkuese ari për shkak të diferencës në moshë prej 23 vitesh me partnerin e saj 44 vjeçar. Ellie tha se urren të jetë online për shkak të gjykimeve që merr nga njerëzit e tjerë, të cilët pretendojnë se ajo është me Markun vetëm për parat, diçka që ajo thotë se nuk është as pak e vërtetë. Duke kujtuar se si u takuan, Ellie i tha kanalit të YouTube Love Don't Juge se për shkak të ta shkurtuar historinë, një nga shoqet e saj i dha numrin e Markut. Ajo tha se ndërsa nuk e kishte takuar kur më parë, ata u takuan për pak ushqim dhe pjesa tjetër ishte histori. Marku ka 2 fëmijë, Markusin 12 vjeç dhe Izabelën 16 vjeçe, që do të thotë se ka vetëm një diferencë moshe prej 5 vitesh midis Elliet dhe fëmijës më të madh të Markut. Megjithatë, ky nuk është një problem për çiftin. Mark tha se Ellie është mjaft e mirë dhe energjike me fëmijët sepse ajo nuk është në të 30-tat ose 40-tat e saj dhe mund të lidhet më shumë me ta sepse është e re. Izabel madje përshkruan Ellen si shoqen e saj më të mirë, duke thënë se ato bëjnë thashetheme së bashku dhe ajo i bën grimin dhe flokët. Ellie thotë se janë fëmijë të mirë dhe se i pëlqen të kaloj kohë me ta. Izabel tha se Ellie është madje në të njëjtën moshë me disa nga motrat më të mëdha të shoqeve të saj, por Ellie bëri shaka se kjo ishte atmosferë e mirë nëne dhe Izabel u pajtua.